Në bashkinë e Belshit u zhvillua festa e balonave, një traditë një dekadëshe që synon promovimin e bukurive të Dumres dhe tërheqjen e turistëve. Aktiviteti u mbajt në malin e Gradishtës, me pjesëmarrjen e nxënësve nga 13 shkolla 9-vjeçare. Nxënësit ngritën balonat e tyre në një atmosferë festive, duke e kthyer eventin në një garë mes shkollave dhe një ditë argëtimi për të gjithë pjesëmarrësit. Tereni malor dhe kushtet e favorshme atmosferike i dhanë dhe më shumë gjallëri aktivitetit. Në përfundim u ndanë dhe çmimet, ku vendi i parë në ngritjen e balonave u fitua nga shkolla Dragot, vendi i dytë nga shkolla Dëshiran dhe vendi i tretë nga shkolla Gjolen. Gjithashtu për punime me laps u vlerësuan shkolla Dragot dhe Grekan, ndërsa për pikturë në telajo shkollat Fierz dhe Belsh. Përfaqësues të bashkisë theksuan se festa e balonave do të vijojë çdo vit, me synimin për të kthyer në një festival ndërkombëtar dhe për të rritur interesin turistik në zonën e Belshit. Sipas tyre, aktivitetet të tilla jo vetëm argëtojnë nxënësit, por shërbejnë edhe për edukimin dhe promovimin e vlerave lokale. Gradishta gjithashtu u theksua se merr gjithnjë më shumë vëmendje, ndërsa përmirësimi i infrastrukturës dhe rikthimi i bimësisë pritet ta bëjnë zonën më të vizitueshme gjatë gjithë vitit.